Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ ku në vim ju ftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Partia Demokratike po zhvillon kuvendin kombëtar në moton ripërtëritje si forumi më i lartë vendimarrës i saj. Punimet niset me materiale të krijuara me inteligjencë artificiale dhe mesazhe mbështetëse nga përfaqësues të partive të djathta ndërkombëtare. Drejtuesit e Partisë Demokratike theksuan nevojën për riorganizim të strukturave, për fshirje më të madhe të rinjve dhe grave, si dhe forcimin e programit për ekonominë dhe luftën kundër korrupsionit. Partia Demokratike ka nisur punimet e kuvendit kombëtar, organizimit më të lartë vendimarrës të saj në një aktivitet të zhvilluar në sloganin Ripërtëritje, ku drejtuesit e partisë kanë prezantuar vizionin për riorganizimin dhe forcimin e strukturave të saj. Hapja e kuvendit është shoqëruar me video të krijuar nga inteligjenca artificiale, ku figura simbolike të historisë kombëtare përcollën mesazh urimi për demokratët, duke dhënë një element simbolik dhe modern nisjes së punimeve. Në vijim, delegatët kanë marrë përshëndetje nga partitë dhe organizata të djatha ndërkombëtare, mes të cilave edhe personalitetet të huaja si kryeministri kroat Andrej Plenković, drejtuesi IDU-s Stefan Herper dhe ish kongresmeni republikan Bob McCune, të cilën kanë përcjell mesazhe mbështetëse për punimet e kuvendit. Në fjalën e tij, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u ndalte domosdoshmëria e transformimit të brendshëm të forcës politike. Sigurisht është vizion, por ripërtritja është modernitet. Ne nuk e duam ripërtritjen për veten tonë. Ne e duam atë për të ripërtrir Shqipërinë. Ndaj edhe ne nga ky kuvend vendosim të ripërtrim Partinë Demokratike, të ripërtrim, të modernizojmë Partinë Demokratike. Ta shtrojmë atë në parti të gjitha praktikave me të gjitha teknologjive më të mira. Sipas Berishës, Partia Demokratike duhet të hyjë në një fazë të rihapjeje dhe riorganizimi. Duhet të shënojmë kthesen, duhet të ridimensionojmë rolin e grave, rolin e trive, dhe të vazhdojmë të ecim sigurt drejt objektiveve tona. Kilometri i fundit nuk është një kilometër i lehtë. Jo, se them që është i lehtë. Në marathon të gjithë e dinë se cila është peshja e kilometrit fundit, por nuk ka kilometër më frymëzues se ai. Kur ke arrit kilometrin e fundit, bota duket e jotja. Ai vlerësoi mbështetjen e Partisë Demokratike për përballjen me një periudhë të vështirë politike dhe sulme të shumta ndaj opozitës. Por duhet përulem me nderim para jush për veprën tuaj, me nderimin më të thellë dhe të shprehbindjen se këto që kaluam ne na kanë farktuar ne për një betejë tret fuqishme për të përmbysur ramadurën e Europës. Gjatë punimeve u përcolli një mesazh drejtuar kryeministrit Edi Rama. Edi Rama mbron dosin e tij. Edi Rama nuk mbron Lubin. Edi Rama nuk mbron lindat e tij se si ka përgjigje asnjë rast tjetër, po mbron krimet e tij. Tani duhet i them këtu. Ti mendon se i mbyllë dosjen, po ne ato dosje s'ti mbyllim kurrë. Je kapur si plaçkit, si grabit, si votës. Je kapur si ajdut i pasurive publike dhe fondeve. Ke zero legitimitet. Berisha prezantoi gjithashtu edhe prioritetet kryesore të programit Partisë Demokratike, ku në fokus mbetet ekonomia, arritja e pagave dhe pensioneve, mbështetja për familjet dhe fermerët, si dhe forcimi i luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Në Lezhë, gjatë aktiviteteve për 35 vjetorin e Partisë Socialiste, kryeministri Edi Rama rikujtoi rrugtimin politik të forcës që drejton dhe sfidat me të cilat është përballur vendi. Ai deklaroi se PS ka mbrojtur interesin kombëtar dhe ka qenë promotore e reformës në drejtësi, duke konsideruar këtë dallimin kryesor me opozitën. Rama u ndal gjithashtu te lufta kundër korrupsionit, kritikat politike dhe sulmet ndaj familjes së tij. Nga Lezhë, në një aktivitet organizuar në kuadër të 35 vjetorit të themelimit të Partisë Socialiste, kryeministri Edi Rama riktheu në vëmendje rrugtimin e forcës politike që ai drejton, duke vendosur në qendër të fjalës së tij rolin e saj në zhvillimet kryesore të vendit. Ai deklaroi se Partia Socialiste ka qenë vetmja forcë politike që nuk ka lëvizur as 1 milimetër nga vija e drejtë e mbrojtjes së interesit kombëtar, duke e paraqitur këtë si një prej boshteve kryesore të veprimeve të saj ndër vite. 35 vjet janë pak për historinë, por janë shumë për të parë dhe për të kuptuar jo vetëm peshën, por edhe impaktin
e jashtëzakonshëm që ka pasur Partia Socialiste në jetën e vendit dhe mbi të gjitha për të kuptuar vlerën e shtuar që Partia Socialiste ka sjell duke u qasur në një mënyrë të pa diskutueshme të drejt interesit ton kombëtar. Vetëm Partia Socialiste qysh në kryet herës nuk ka lëvizur asnjëherë asnjë milimetër nga vija e drejtë e mbrojtjes së interesit kombëtar. Një pjesë të rëndësishme të fjalës kryeministri ja kushtoi reformës në drejtësi, të cilën e cilësoi se një nga arritjet më të mëdha dhe si dallim kryesor mes Partisë Socialiste dhe kundërshtarëve të saj. E para, ne jemi të vendosur ta luftojmë korrupsionin dhe e dyta, në këtë luftë ne jemi kaq të vendosur saqë jemi shumë të gatshëm të marrim përsipër edhe koston e këtij revolucioni që kemi bërë duke ja lënë shpatën e drejtësisë njerëzve të drejtësisë, të cilët s'kan asnjë frikë më dhe s'kan asnjë lidhje me ne. Ju duket njerëzve sikur kjo është diçka. A i shtoi se Partia Socialiste ka ndihmuar në ndryshimin e imazhit të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare duke përshkruar vendin si më të afërt në realizimin e një ëndre historike. Në vijim të fjalës, Rama u ndal edhe te akuzat e Partisë Demokratike ndaj tij dhe qeverisë, duke i konsideruar ato si sulme që kanë prekur dhe jetën e tij personale dhe familjen. Nuk ka lënë gjë pa thënë për familjen time, për njerëzit e mi, për fëmijët e mi, për të vdekurit në shtëpinë time, po kur s'keni dëgjuar as do dëgjoni që unë të flas për familjet e tij dhe të tyre e për të vdekurit e shtëpive të tyre, sepse kjo nuk është europiane, sepse kjo nuk është qytetare, sepse kjo nuk është njerëzore, dhe është në fund fare njerëzillëku që ndan qartë Partinë Socialiste me forcat e tjera politike. Në fund të fjalës, Rama e paraqiti Partinë Socialiste si një forcë që sipas tij ka sjell stabilitet institucional dhe ka forcuar besimin e qytetarëve në drejtësi dhe shtet. Prezenca e OSBE-s në Shqipëri ka përmbyllur rikonstruksionin dhe pajisjen e qendrës së çaktivizimit të armëve të zjarrit në Mullet. Projekti synon rritjen e kapaciteteve kombëtare në luftën kundër trafikimit dhe përdorimin e palishëm të armëve të vogla e të lehta. Në inaugurim morën pjesë përfaqësues të institucioneve shqiptare dhe partnerëve ndërkombëtar, të cilët e vlerësuan investimin si një hap të rëndësishëm për sigurinë publike dhe afrimin me standardet europiane. Në kuadër të përpjekjeve për të forcuar kontrollin mbi armët e vogla dhe të lehta, prezenca e OSBE-s në Shqipëri ka realizuar rikonstruksion dhe pajisje në teknologji të specializuar të qendrës së çaktivizimit. Në kuadër të përpjekjeve për të forcuar kontrollin mbi armët e vogla dhe të lehta, prezenca e OSBE-s në Shqipëri ka realizuar rikonstruksionin dhe pajisjet me teknologji të specializuar të qendrës së çaktivizimit të armëve të zjarrit në Mullet. Në ceremoninë e organizuar pranë qendrës së furnizimit materialo-teknik morën pjesë përfaqësues të institucioneve shqiptare dhe partnerëve ndërkombëtar, mes tyre kryetari i prezencës së OSBE-s Michel Taran, zëvendës ministri i Brendshëm Besford Lamadhari, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita dhe zëvendës ambasadori gjerman Thilo Schroeter. Ambasadori Taran e cilësoi investimin si një hap të rëndësishëm në bashkëpunimin mes institucioneve shqiptare dhe partnerëve ndërkombëtar në forcimin e sigurisë publike dhe luftën kundër trafikimit të armëve. Nga ana tjetër, Besford Lamadhari theksoi se projekti rrit kapacitetet e shtetit shqiptar në kontrollin dhe menaxhimin e armëve, municioneve dhe lëndëve shpërthyese, duke kontribuar drejt për drejt në rritjen e sigurisë dhe harmonisë e praktikave kombëtare me standardet e Bashkimit Evropian. Ndërkohë, drejtori përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita vlerësoi se qendra e re përbën një investim strategjik për sigurinë e vendit, duke ndihmuar parandalimin e keqpërdorimit të armëve dhe forcimin e mekanizmave të kontrollit. Policia e shtetit mbetet plotësisht e angazhuar në luftën kundër armbajtjes pa leje dhe çdo formë të kriminalitetit që cënon sigurinë publike, jetën dhe shëndetin e qytetarëve. Strukturat tona gjatë operacioneve dedikuara, por edhe në punën e përditshme, sekuestrojnë çdo vit mesatarisht 650 deri në 700 armë të vogla e të lehta, si dhe sasi të konsiderueshme municionesh, duke çuar përpara drejtësisë personat që i posedojnë ato në mënyrë palishme. Sot, përmes kësaj qendre dhe këtij partneriteti të suksesshëm, ne japim një mesazh të qartë se siguria kërkon bashkëpunim, standarde të përbashkëta dhe vendosmëri të palëkundur. Projekti konsiderohet pjesë e mbështetjes vazhdueshme që OSBE-ja dhe partnerët ndërkombëtar ofrojnë për Shqipërinë në fushën e sigurisë, fundimit të ligjit dhe luftës kundër krimit të organizuar.
Bordi i Transparencës ka miratuar ndryshime të reja në çmimet e karburanteve duke sjell ulje për naftën dhe benzinën krahasuar me vendimin e mëparshëm. Çmimet e reja hynë në fuqi në orën 13:00 të së shtunës dhe do të zbatohen deri në një vendim të ri. Autoritetet paralajmëruan masa ndëshkuese për subjektet që nuk respektojnë kufijtë e përcaktuar. Bordi i Transparencës ka miratuar një tjetër ndryshim të çmimeve të karburanteve duke vendosur ulje në naftë dhe benzinë në tregun vendas. Sipas vendimit të ri, nafta do tregtohet me pakicë me një çmim maksimal për 185 lekësh për litër, ndërsa çmimi me shumicës përcaktuar në 173 lekë për litër. Krahasuar me vendimin e mëparshëm, çmimi i naftës është ulur me 2 lekë për litër, ndërkohë benzina do të shitet me pakicë jo më shumë se 173 lekë për litër. Ndërsa për tregtime me shumicë është vendosur çmimi maksimal për 161 lekë për litër. Vendimi i bordit ka hyrë në fuqi në orën 13 dhe do të zbatohet deri në mbledhjen e ardhshme, kur do të rishikohen sërish luhatjet e tregut dhe çmimet e shitjes së karburanteve. Autoritetet kanë bërë të ditur se të gjithë operatorët e tregut të hidrokarbureve janë të detyruar të zbatojnë çmimet e përcaktuara. Në rast të mos respektimit të vendimit, subjektet do të përballen me masa administrative deri në pezullim të aktivitetit të tyre tregtar. Situata në zonën e Dalanit në Zvërnec është tensionuar gjatë protestës së banorëve, ambientalistëve dhe aktivistëve kundër projekteve ndërtimore në këtë territor. Demonstruesit janë përplasur me forcat e sigurisë private, ndërsa në terren kanë ndërhyrë edhe efektivet e policisë për të shmangur përshkazimin e situatës. Protestuesit shprehin shqetësime për dëmtimin e ekosistemit dhe kërkojnë pezullimin e punimeve. Në një nga zonat më të ndjeshme natyrore të Bregdetit shqiptar në Dalan të Zvërnecit, protesta e zhvilluar këtë të shtunë ka marrë përmas atensioni duke reflektuar përplasjen e fortë mes shqetësimeve mjedisore dhe zhvillimeve ndërtimore në zonë. Banorët të zonës, përfaqësues të shoqërisë civile dhe aktivistë janë mbledhur për të kundërshtuar ndërtimet e planifikuara, të cilat sipas tyre rrezikojnë ekosistemin e zonës së mbrojtjes dhe prishin balanca natyrore të peizazhit të Nartës dhe Zvërnecit. Protesta e nisur në mënyrë paqësore ka degraduar në përplasje fizike me personat e sigurisë private që ruajnë kantierin e ndërtimit. Sipas pamjeve të publikuara në media, gjatë momentit të tensionit është raportuar edhe ndërhyrje e ashpër ndaj disa protestuesve, çfarë ka shtuar edhe më tej indinjatën e të pranishmëve. Në zonë janë dislokuar dhe forca të shumta policie, të cilët kanë ndërhyrë për pa ndaluar përshkallëzimin e situatës dhe për të garantuar rendin publik. Megjithatë, atmosfera ka mbetur e ndezur për disa kohë me britma përplasje verbale dhe momente konfrontimi fizik. Protestuesit kanë theksuar se qëndrimi i tyre nuk lidhet vetëm me një projekt të vetëm, por me shqetësim më të gjerë për mënyrën se si po trajtohet zona me vlerat e larta natyrore në vend. Ata kërkojnë transparencë të plotë mbi projektin, ndalimin e menjëhershëm të punimeve dhe një vlerësim të pavarur mjedisor. Deri në këtë momente nuk ka asnjë reagim zyrtar të detajuar nga institucionet për incidentet e raportuara gjatë protestës, ndërsa situata mbetet e ndjeshme dhe në monitorimin e vazhdueshëm. Gjykata e lartë ka zgjedhur konfliktin e kompetencës mes GKK-os dhe Gjykatës së Tiranës për një çështje penale ku i pandehur është Ervis Martinaj. Sipas vendimit, dosja do të shqyrtohet nga Gjykata e Juridiksionit të Përgjithshëm në Tiranë dhe jo nga Gjykata e Posaçme. Çështja lidhet me akuza për armbajtje pa leje dhe përdorim të palishëm të uniformës, ndërsa 3 persona të tjerë akuzohen për moskallëzim krimi. Gjykata e lartë ka vendosur të japë fund debatit juridik mbi kompetencën për shqyrtimin e një procedimi penal ku i pandehur është Ervis Martinaj. Me vendimin e saj, Gjykata e lartë ka përcaktuar se çështja do të vijë të gjykohet në gjykatën e shkallës së parë të juridiksionit përgjithshëm Tiranë dhe jo në QKK. Sipas dosjes, Martinaj akuzohet për vepra penale të armbajtjes pa leje dhe mbajtjes pa të drejtë të uniformës, ndërsa Armand Merlika, Ergys Merlika dhe Dea Pistolia përballen me akuzën e moskallëzimit të krimit. Një element i rëndësishëm i hetimit është ekspertiza biologjike e ADN-s, e cila sipas autoriteteve ka treguar përputhje mes materialit gjenetik të gjetur në sëndet e sekuestruara në ambientet e një hoteli dhe profilit gjenetik të Martinajt.
Ky i fundit rezultoni i zhdukur që prej muajit gusht të vitit 2022 dhe fati i tij vijon të mbetet i paqartë. Më herët prokuroria dhe gjykata e jurisdiksionit përgjithshëm kanë argumentuar se procedimi kishte lidhje me hetime të zhvilluara nga SPAK për vepra të dyshuara në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal dhe për këtë arsye dosja duhet kalonte në kompetencë të GKK-s. Megjithatë, SPAK ka kundërshtuar këtë vlerësim duke argumentuar se akuzat konkrete të ngritura në këtë procedim nuk lidhen me veprat penale që trajtohen nga gjykata e posaçme. Në këto kushte, gjykata e lartë vendosi që shqyrtimi i çështjes të mbetet në jurisdiksionin e zakonshëm. Gjykata e lartë ka lënë në fuqi masën arrest me burg për Mario Çelën dhe Sergej Hasanpapajn. Të dy akuzohen nga SPAK si pjesëtar të grupit kriminal të Suel Çelës dhe po gjykohen në GKK-o së bashku me të pandehur të tjerë. Sipas hetimeve, grupi dyshohet për trafik ndërkombëtar droge, vrasje dhe korrupsion. Vendimi u mor nga një trup prej 3 gjyqtarës së gjykatës së lartë. Gjykata e lartë ka vendosur të lërë në fuqi masën e sigurisë arrest me burg për Mario Çela dhe Sergej Hasanpapaj, duke rrëzuar rekurset e paraqitura prej tij. Vendimi është marrë në dhomën e këshillimit nga trupa gjykuese përbërë nga gjyqtarët Ilir Panda, Albana Boksi dhe Genti Shala, të cilët vlerësuan se nuk ishte vend për ndryshimin e masës së sigurisë. Mario Çela, vllai i shumëkërkuarit Suel Çela, u arrestua në Belgjik me kërkesë të SPAK dhe më pas u ekstradua në Shqipëri. Ai përballet me akuza për organizime kriminale, armbajtje pa leje dhe korrupsion aktiv në sektorin privat. Sipas hetimeve të SPAK, Mario Çela ka pasur rol në koordinimin dhe menaxhimin e veprimtarive kriminale të grupit, duke përfshirë trafikimin e lëndëve narkotike, veprime korruptive, pastrim parash dhe ngjarje të tjera kriminale. Ndërkohë, Sergej Hasanpapaj u ekstradua nga Belgjika në muajin shkurt dhe akuzohet për përfshirje në vrasjen e Bledar Muçës, ngjarje ndodhur në vitin 2022. Ai është padhur në kërkim ndërkombëtar dhe ndaj tij është caktuar masa arrest me burg për vepra penale, vrasje me paramendim e mbetur në tentativë në kuadër të organizatës kriminale si dhe armbajtje pa leje. Të dy të pandehurit po gjykohen nga GKK së bashku me 19 persona të tjerë në dosjen që lidhen me grupin kriminal të Suel Çelës. Sipas SPAK, organizata kriminale dyshohet se ka tentuar trafikimin e sasive të mëdha të kokainës nga Ekuadori drejt vendeve europiane. Hetimet përmendin një tentativë për trafikimin e rreth 930 kg kokainë drejt Europës në fund të vitit 2020, si dhe një tjetër ngarkesë prej 466 kg drejt Holandës në janar të vitit 2021. Procesi gjyqësor ndaj të akuzuarve vijon në gjykatën e posaçme, ndërsa hetimet e SPAK i konsiderojnë këto veprime pjesë të një strukture të organizuar kriminale me shtrirje brenda dhe jashtë Shqipërisë. Policia e Tiranës ka lënë në pranga një 37 vjeçar të dyshuar për shpërndarje të lëndëve narkotike në disa zona të kryeqytetit. Operacioni u zhvillua pranë hyrjes së bllokut të ambasadorëve në rrugën e Durrësit, ku aty u gjet një sasi kokaina. Hetimet paraprake tregojnë se aktiviteti i tij përqendrohej kryesisht në zonën e Don Boskos dhe Laprakës. Autoritetet po vijojnë verifikimin për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë. Një operacion i policisë së Tiranës ka çuar në arrestimin e një 37 vjeçari të identifikuar si Ksenel Çaka, i dyshuar për shpërndarjen e lëndëve narkotike në zona të ndryshme të kryeqytetit. Sipas burimeve policore, arrestimi u krye pranë hyrjes së bllokut të ambasadave në rrugën e Durrësit, ku i dyshuari u kap në flagrancë gjatë një episodi të dyshuar të shpërndarjes së kokainës. Agjentët e policisë ndërhyjnë mëngjherë për neutralizimin e tij, duke e vënë pranga dhe sekuestruar lëndë narkotike që kishin me vete. Nga kontrollet e kryera në momentin e arrestimit, policia gjeti dhe sekuestroi rreth 200 gram kokainë, e cila dyshohet se ishte i destinuar për të shpërndarë në tregun lokal. Hetimet kanë zbuluar se 37 vjeçari ishte mbajtur në vëzhgim për disa javë dhe dyshohet se ushtronte aktivitetin e shpërndarjes së drogës kryesisht në zonat e Don Boskos dhe Laprakës. Sipas të dhënave paraprake, ai nuk rezultoni proceduar më parë nga autoritetet, ndërsa hetuesit po punojnë për të zbardhur rrjetin e kontakteve të tij dhe për të identifikuar persona të tjerë që mund të jenë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Materialet procedurale janë referuar organit të prokurisë për veprimet mëtejshme ligjore. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishihemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.